Ditëlindja e shkatëruar. Kur u zgjova atë mëngjes, ndjeva një lumë të çuditshëm gëzimi që më përshkonte trupin. Sot ishte ditëlindja ime e 10. Një ditë që për mua kishte marrë një rëndësi të veçantë që nga momenti kur kisha mësuar të numëroja vitet e mia. Për muaj me radhë kisha ndëruar se si do të organizoja festën time. Balona ngjyra shëndezura, torta me krem të bardhë dhe çokoladë, dhe të gjithë shokët e klasës që do të vinin për të festuar me mua. Por, asgjë nga kjo nuk më përgatiti për atë që ndodhi. Njerka ime kishte vendosur të vinte së bashku me 2 vajzat që më bullizonin në shkollë. Kur e dëgjova lajmin, një pjesë e vogël e zemrës sime u mbush me frikë. E dija se kur ato vajza do të ishin aty, festa ime nuk do të ishte e zakonshme, por një sfidë e vërtet për të mbajtur qetësinë dhe gëzimin tim. Megjithatë, nuk mund të ankohesha. Ajo kishte ardhur për të më bërë një surprizë, sipas saj, dhe nuk mund të prisja se kjo surprizë do të ishte e tmerrshme. Kur dera u hap dhe Njerka hyri me një buzëqeshje të gëzueshme, ndjeva një ngarkesë të çuditshme tensioni. Ajo nuk vinte vetëm. Pastaj ishin ato 2 vajzat që më kishin bërë ditët e shkollës të tmerrshme. Njëra kishte flokë bjonde të gjata dhe sytë e saj të kaltër dukeshin aq të ftohtë sa më bën të ndjehesha e vogël dhe e pafuqishme. Tjetra kishte një pamje të qetë, por diçka në mënyrën si më shikonte më bëri të ndjej një frikë të thellë. Ata hapën dyert e dhomës ku festa ishte përgatitur dhe menjëherë filluan të shihnin gjithçka. Të qeshnin dhe të gërmonin në dekorimet e mia, si të ishin pronare të vendit. Fillova të ndjej se gëzimi i mëngjesit po shuhej. Zëri im i brendshëm bëhej gjithnjë më i qetë, duke u përpjekur të mos shpërtheja në lot. Miqtë e mi, të cilët kishin filluar të mbushnin dhomën me dhurata dhe urime, duke se nuk e kuptonin plotësisht tensionin që po ndodhte. Por unë e dija, kjo nuk ishte vetëm për të shkatëruar dekorimet, ishte për të shkatëruar momentin tim të veçantë. Ato filluan të bëjnë komente të vogla dhe shpesh të ftohta për tortën dhe balonat, duke bërë shaka që më bënin të ndjehesha sikur po më tallnin përpara gjithë të pranishmëve. Njerka ime, duke u përpjekur të qetësonte situatën, u përpoq të buzëqeshte dhe të thoshte gjëra pozitive. Por ajo nuk kuptonte që pranë saj ishin 2 vajza që kishin ardhur me një mision të fshehtë. Ndërsa shihja fytyrat e shokëve të mi, disa nga ta filluan të shikojnë gjithashtu dhe ndjenja e turpit u përhap tek unë. Më pas, kur mendova se situata nuk mund të bëhej më e keqe, njëra nga vajzat hodhi një copë nga tarta mbi tapetin e ri që kishin vendosur. Një vale nxehtë turpi dhe zemërimi më përshkoi trupin. Nuk ishte vetëm një akt i vogël i keqardhjes. Ishte një sulm i drejtpërdrejt ndaj ditës sime të veçantë. Përsëri u përpoqa të mos qaja, por lotët filluan të rrjedhin pandal. Në këtë moment ndjeva një përzierje të ndjenjave të forta. Trishtim, zemërim dhe një ndjenjë të pashpjegueshme tradhtie. Njerka ime që kishte ardhur për të më bërë një dhuratë dhe për të festuar me mua, dukej sikur nuk e kuptonte se si po ndihesha. Dhe unë ndjeva se nuk kisha ku të shkoja përveç se të përpiqesha të ruaja qetësinë time ndërkohë që festa ime po shpërbëhej përpara syve të mi. Miqtë mi filluan të përpiqeshin të ndërhynin, të mbrojnë dekorimet dhe të më qetësojnë, por tensioni ishte i dukshëm. Një ndër ata provuan të qeshnin dhe të flisnin me vajzat bullizuese, por ato nuk ndaleshin. Çdo gjë që unë kisha ndëruar për ditën time të veçantë po shkatërohej cop-cop, dhe unë ndjehesha sikur po përballem me një betejë të pamundur. Në atë moment kuptova se kjo ditë nuk ishte vetëm një festë e thjeshtë. Ishte një provë për të mësuar si të përballem me frikën, turpin dhe dhimbjen. Një pjesë e vogël e zemrës sime filloi të përgatiste një mënyrë për të reaguar, për të mos lejuar që kjo ditë të përfundonte me dhimbje të plotë. Por si një fëmijë 10 vjeçar, ndjenja e pafuqisë ishte e fortë dhe e vështirë për të mbajtur larg. Festa vazhdoi me tension, lot dhe përpjekje për të ruajtur pak nga gëzimi i mëngjesit. Dhoma ime e dekoruar me kujdes tani ishte vendi një lufte emocionale të fshehtë. Unë ndjeva se ditëlindja ime nuk do të ishte më e njëjta, dhe se një pjesë e vogël e gëzimit tim ishte zhdukur përgjithmonë. Por, pavarësisht gjithkësaj, një gjë e vogël brenda meje filloi të rritet. Vendosmëria për të mos lejuar që këto vajza të më merrnin atë që më përkiste më shumë momentin tim të lumturisë dhe ditën time të veçantë. Ajo që kishte filluar si një ditë e zakonshme 10 vjeçare po shndërrohej në një mësim për guxim, për forcë dhe për vetbesim. Mësime që nuk mund t'i mësoja as në shkollë as nga ndonjë libër. Përballja dhe guximi i vogël. Pas momenteve të tensionit dhe lotëve, ndjeva një dridhje të brendshme. Zemra më rrihte shpejt, por diçka brenda meje po më thoshte se nuk mundja të rija thjesht e heshtur. Shumë herë kisha dëgjuar nga mësuesit e mi se kur përballesh me padrejtësi,
Nuk duhet të dorëzohesh. Por, kjo ishte hera e parë që duhej të aplikoja vërtet. Fillova të shihja shokët e mi. Disa prej tyre, edhe pse të habitur nga prania e vajzave bullizuese, dukeshin gati për të më mbështetur. Një nga shoqet e mia më afrohet dhe më thot me zë të ulët: "Mos u mërzit, ne jemi këtu për ty." Fjalët e saj më dhanë një ndjenjë ngushëllimi, si një dritë e vogël në errësirën e dhimbjes që po përjetoja. Ndërkohë, vajzat që më kishin bullizuar filluan të shikojnë gjithnjë më shumë fytyrat e shokëve të mi. Dhe duke kuptuar se nuk ishin vetëm, filluan të ndjejnë pak tension. Njëra prej tyre hodhi syt rreth dhomës dhe kuptoi se loja e saj nuk po funksiononte më. Ishte si të kishte hyrë në një rrjet mbrojtje të papritura. Miqtë e mi nuk do të lejonin që të shkatërrohej dita ime. Në këtë moment, një ide e vogël por e fuqishme u formua në mendjen time. Nuk mund të lejoja që kjo ditë të përfundonte me dhimbje dhe turp. U ngrita ngadalë, duke ndjerë se trupi im dridhej nga emocioni dhe frika, por gjithsesi me vendosmëri. Mora frymë thellë dhe vendosa të flisja. "Mjaft," thash me zë të qetë, por të vendosur. Dhoma u qetësua për një çast. Të gjithë e kuptuan se diçka po ndryshonte. Vajzat u ndalën për një moment, të habitura nga vendosmëria ime. Nuk isha vetëm një fëmijë i friksuar. Isha dikush që po mbroja diçka shumë të rëndësishme. Ditën time të lindjes dhe gëzimin tim. Fjalët e mia ndoshta nuk ishin të mëdha, por ishin të qarta. Nuk do lejoja më sulmet detaljet e tyre. Miqtë e mi filluan të më mbështesin hap pas hapi. Njëri prej tyre mori një nga balonat dhe filloi ta vendoste përsëri në vend, ndërsa tjetri filloi të ndihmonte me tortën. Shumë shpejt, atmosfera e dhomës filloi të ndryshojë. Ishte si të ishte një luftar i vogël për kontrollin e gëzimit. Një pjesë e fuqisë që kisha ndjerë në fillim, tani po rritej. Njerka ime, që më parë kishte qenë hutuar dhe nuk dinte si të ndërhynte, filloi të kuptoj situatën. Ajo u afrua dhe më tha me zë të butë: "E di që kjo nuk ishte e drejtë. Ti je shumë e fortë." Fjalët e saj më ngushëlluan dhe më dhan kuraj për të vazhduar. Vajzat bullizuese kuptuan se nuk do të fitonin më. Njëra prej tyre, me një zë të ulët dhe të irrituar, tha: "Po, kjo nuk është qesharake më." Ajo nisi të largohej, duke marrë me vete armët e saj të vogla të shkatërimit. Shpirtin e saj të guximshëm dhe të egër e kishte zbutur fuqia e mbrojtjes që unë dhe shokët e mi kishim krijuar. Për herë të parë që nga fillimi i ditës, ndjeva një ndjenjë lehtësimi. Festa ime nuk ishte shkatëruar krejtësisht. Një pjesë e madhe e gëzimit tim ishte shpëtuar. Dhe unë fillova të kuptoj se guximi nuk matet nga madhësia e trupit, por nga fuqia që ke brenda për të përballuar frikën. Në momentet e fundit të pjesës së dytë të ditës, kuptova një gjë të rëndësishme. Ndonjëherë njerëzit që duan të shkatërrojnë nuk kanë asnjë forcë kundër një zemre të vendosur dhe një grupi miq të vërtetë. Dhe ndjenja e fuqisë së brendshme, edhe pse vinte nga një ditë e vështirë, ishte më e madhe se çdo dhimbje apo tallje që mund të përjetoja. Kulmi i festës dhe rikthimi i gëzimit. Pas momentit të tensionit dhe përballjes me bullizimin, atmosfera filloi të ndryshojë gradualisht. Shokët e mi kishin marrë kontroll mbi situatën dhe çdo gjë po stabilizohej. Por unë e dija që sfida më e madhe nuk ishte thjesht largimi i vajzave që më kishin bullizuar. Ishte rikthimi i gëzimit tim, ndjenja e ditëlindjes që po përpiqej të mbetej e mbuluar nga turpi dhe frika. Vendosa të përqendrohesha tek detajet që më bënin të lumtur. Torta me krem të bardhë dhe çokoladë, balonat ngjyrë ylberi që valeviteshin në përdhom dhe dhuratat e vendosura me kujdes nga miqtë e mi. Fillova të ndjehem sërish pjesë e festës, të rikuperoja momentet që mendova se kisha humbur. Një nga momentet më të rëndësishme ishte kur njerka ime, që kishte qenë më parë hutuar dhe e pasigurt, u përpoq të ndërtonte një atmosferë pozitive. Ajo më mori dorën dhe më tha: "Shiko sa shumë njerëz të duan. Ti nuk je e vetme." Fjalët e saj më dhanë një forcë të re. Ndjeva se nuk ishte më vetëm një ditë për të festuar lindjen time, por një ditë ku po mësoja të qëndroja e fortë dhe të mos dorëzohesha përballë vështirësive. Shokët e mi filluan lojën dhe aktivitetet e planifikuara. Ne luajtëm lojën e krijimit të balonave, ku secili duhej të frynte dhe të formonte figurat e tij. Ishte një moment i bukur ku buzëqeshjet filluan të riktheheshin tek të gjithë, edhe tek unë. Ndjeva se forca që kisha brenda më kishte dhënë mundësinë të shijoja momentin pa frikë. Ndërsa festoja, fillova të shihja se bullizimi kishte humbur fuqinë e tij. Vajzat që më kishin sulmuar filluan të qëndrojnë larg dhe nuk po shikonin më të gjithë aktivitetin me qëllim për të shkatëruar.
Ishte si të kuptonin se nuk ishte mas një kontrol mbi këtë ditë. Dhe kjo më bëri të ndjehem e fuqishme, si të kisha fituar një betejë të madhe. Momenti më i veçantë ishte kur u afrua koha për të prerë tortën. Të gjithë rreshtuan përreth tavolinës dhe unë ndjeva një ndjenjë të jashtëzakonshme krenarie. Shumë prej shokëve më përqafojnë duke më thënë: "Ti je e fortë", dhe buzëqeshja ime u rikthye plotësisht. Ishte si të shihja dritën në fund të tunelit të një dite të vështirë. Ndërkohë, njerka ime vendosi të tregonte një pjesë të vogël të mbështetjes së saj, duke dhuruar një dhuratë speciale për çdo fëmijë që kishte ardhur. Ishte një mënyrë për të rikthyer harmoninë dhe për të bërë të gjithë të ndihen pjesë e ditës. Shikimi i fytyrave të lumtura më kujtoi se, pavarësisht sfidave dhe frikës, mund të krijoja momente të bukura dhe të paharrueshme. Në këtë pjesë të festës, ndjeva një ndryshim të brendshëm të fuqishëm. Çdo lotë dhe çdo moment frike kishte ndihmuar që të mësoja diçka të rëndësishme. Qëndrimi i qetë, vendosmëria dhe guximi mund të përballojnë çdo sfidë. Dhe momenti kur torta u prite dhe të gjithë filluan të këndonin gëzuar ditëlindjen ishte triumfi i ditës. Jo vetëm sepse ishte dita ime, por sepse kisha mësuar se mund të përballoja çdo situatë, madje edhe kur duket e pamundur. Kur festa vazhdoi, ndjeva se dita e 10 vjeçares që isha, nuk ishte vetëm një ditë për të marrë dhurata, por një ditë ku kisha fituar respektin dhe mbështetjen e të gjithë atyre që më donin. Çdo përpjekje për të më friksuar kishte shndërruar ditën në një mësim të çmuar mbi guximin, miqësinë dhe forcën e brendshme. Në fund të ditës, ndërsa dhoma u qetësua dhe shokët filluan të largohen, unë ula pranë tortës që ishte pjesërisht e prishur, por zemra ime ishte plot. Kisha mësuar diçka që nuk mund ta mësonte asnjë libër, që ndonjëherë dita më e vështirë mund të bëhet dita më e fortë dhe më e paharrueshme, vetëm nëse ke guximin të qëndroshive vendosur dhe të mos dorëzohesh. Mësimet dhe reflektimi pas festës. Kur festa përfundoi dhe dhoma u qetësua, unë ula pranë tavolinës ku torta ishte ende pjesërisht e paprekur dhe balonat valeviteshin ngadalë. Një ndjenjë e çuditshme qetësie më përshkonte trupin. Dita kishte filluar me frikë dhe tension, ishte bërë për plot lotë dhe zemërim, por tani ndjehesha ndryshuar. Jo vetëm sepse kisha shpëtuar festën time, por sepse kisha mësuar diçka shumë të rëndësishme për jetën. Ndërsa shikoja dhomën, ku secila gjë që kisha përgatitur kishte kaluar një test të vështirë, mendova për vajzat që kishin ardhur për të më bullizuar. Fillimisht kisha ndjer vetëm frikë dhe zemërim, por tani e kuptoja se ato nuk ishin të fuqishme sa më parë. Ato kishin provuar të marrin kontroll mbi ditën time, por nuk kishin arritur. Dhe kjo më bëri të kuptoja se ndonjëherë njerëzit që përpiqen të dëmtojnë janë më të dobët se sa duket, sepse fuqia e tyre nuk është në veprimet e tyre, por në frikën që mund të shkaktojnë. Unë ndjeva krenare për mënyrën si reagova. Për herë të parë, kuptova se nuk duhet të kesh frikë përballë padrejtësive. Vendosmëria dhe guximi nuk maten me madhësinë e trupit apo me zërin e lartë. Ato maten me forcën që gjen brenda vetes për të qëndruar i ve vendosur. Një pjesë e madhe e mësimit që mora ishte se ndonjëherë sfidat më të vështira shndërrohen në mësime të çmuara për jetën. Kur njerka ime ul pranë meje dhe më përqafoi, ndjeva mbështetjen e saj të sinqertë. Ajo më tha: "Unë gjithmonë do të jem këtu për ty, edhe kur njerëzit të përpiqen të bëjnë keq." Fjalët e saj nuk ishin thjesht një ngushëllim. Ato ishin një mësim mbi rëndësinë e familjes dhe të mbështetjes. Kjo më bëri të kuptoja se ndonjëherë njerëzit që duan të ndihmojnë janë aty, edhe kur ti nuk e kupton menjëherë. Ndërsa shikoja shokët e mi që ishin larguar duke buzëqeshur, mendova për miqësinë dhe mbështetjen që kisha marrë. Ata nuk ishin thjesht shok që luanin me mua. Ata ishin forca ime kur ndihesha e pafuqishme. Kjo më bëri të kuptoja se miqësia e vërtet nuk është thjesht të ndash lodra apo të luash lojëra. Ajo është të jesh aty për njëri tjetrin kur gjithçka duket e humbur. Duke reflektuar mbi atë ditë, fillova të mendoj për të ardhmen. Kuptova se do të ketë gjithmonë sfida dhe njerëz që do të përpiqen të dëmtojnë. Por mënyra se si përballon këto sfida përcakton se çfarë bëhesh. Nuk do të lejoj që frika apo dhimbja të më ndalojnë të jem e lumtur apo të shijoj momentet e mia. Çdo sfidë është një mundësi për të mësuar diçka të re, për të rritur forcën e brendshme dhe për të kuptuar se çfarë është me të vërtetë e rëndësishme. Në fund, kur ula për të ngrënë një copë tortë të përfunduar, ndjeva se dita ime e 10 vjeçares kishte marrë një kuptim më të madh. Nuk ishte vetëm një festë me balona dhe dhurata. Ishte një ditë që më mësoi për guximin, miqësinë, forcën e brendshme dhe rëndësinë e familjes. Çdo sfidë që kisha përballuar ishte bërë pjesë e mësimeve të mia më të vlefshme.
Dhe ndërsa torta shuhej dhe dhoma mbeti e qetë, kuptova një gjë të rëndësishme. Ndonjëherë momentet më të vështira mund të shndërrohen në ditët më të paharrueshme. Jo sepse gjithçka shkon sipas planit, por sepse mësimet që nxjerr nga to janë më të çmuara se çdo dhuratë apo festë. Unë nuk isha më e njëjta vajzë 10 vjeçare që kishte filluar ditën me frikë. Isha më e fortë, më e guximshme dhe më e vetëdijshme për fuqinë që kisha brenda vetes. Fundi i ditës dhe triumfi i gëzimit. Ndërsa nata fillonte të binte dhe dhoma e festës gradualisht u zbraz nga miqt, ndjeva një ndjenjë të veçantë paqeje brenda meje. Të gjithë kishin ikur duke më dhënë përqafime të ngrohta dhe fjalë mbështetëse, duke më kujtuar se nuk isha vetëm. Ajo që kishte nisur si një ditë e mbushur me frikë dhe tension tani po përfundonte me një ndjenjë triumfi të brendshëm dhe gëzimi të rikthyer. U ula pranë tavolinës ku torta kishte mbetur, duke ndarë me vete çdo copë dhe duke kujtuar çdo moment të festës. Edhe pse disa gjëra nuk ishin perfekte, balonat ishin çrregulluar, torta e shkatëruar në disa pjesë, ajo që kishte rëndësi ishte ajo që ndjeja brenda. Një ndjenjë fuqie dhe vetbesimi që nuk mund të thyhej nga asnjë sfidë. Shikoja përreth dhe mendova për njerëkën time. Ajo kishte ardhur për të më bërë një surprizë. Dhe edhe pse mënyra e saj ishte gabuar, qëllimi i saj ishte i mirë. Ajo kishte mbështetur dhe ky ishte një mësim i madh. Ndonjëherë njerëzit që duan të ndihmojnë nuk e bëjnë gjithmonë në mënyrën e duhur, por qëllimi i tyre vlen shumë. Ndjeva falënderim për përpjekjet e saj, edhe pse festën fillimisht e kishte bërë më të vështirë. Pastaj mendova për vajzat bullizuese. Ato nuk ishin më friksuese sepse kuptova diçka të rëndësishme. Fuqia e tyre nuk ishte në veprimet që bënin, por në mënyrën se si ne lejonim ato të na ndikojnë. Kur qëndroni të vendosur dhe nuk dorëzoheni, askush nuk mund t'ju marrë gëzimin ose vetëvlerësimin. Ky ishte triumfi im i madh. Nuk ishte një fitore me zhurmë, por një fitore e heshtur e brendshme që e ndjeva në zemrën time. Ndërsa mbyllja dhomën dhe shkoja për të marrë qelsin e tortës së mbetur, ndjeva një ndjenjë krenarie për gjithçka që kisha kaluar atë ditë. Kisha filluar ditën e 10 vjeçares me frikë dhe ndjenja pa fuqie, dhe po përfundoni me forcë dhe vetbesim. Ky ishte një mësim që do ta mbaja gjatë gjithë jetës. Çdo sfidë mund të kthehet në një mundësi për të mësuar, për të rritur dhe për të kuptuar veten më mirë. Kur dola jashtë dhomës për të marrë frymë dhe për të parë qiellin e natës, mendova për shokët e mi, njerëkën dhe për momentet që kisha përjetuar. Secila sfidë kishte lënë një shenjë, por secila më kishte bërë më të fortë. Dhe ndjeva një ndjenjë të thellë falënderimi për miqtë e mi, për familjen dhe për forcat që kisha brenda vetes. Para se të shkoja të flija, shikoja fotot e festës që kishin bërë më parë dhe buzëqeshja ime u rikthye plotësisht. Ishte qartë, dita ime e 10 vjeçares nuk ishte vetëm një ditë lindjeje, por një ditë triumfi mbi sfidat, një ditë ku gëzimi dhe guximi ishin më të fortë se çdo bullizim. Në atë moment, ndjeva se kisha fituar diçka shumë më të madhe se torta ose balonat. Kisha fituar vetbesim, forcë të brendshme dhe një kujtim që do të më mbante të fortë për gjithë jetën. Dhe kështu dita e 10 vjeçares përfundoi jo vetëm me gëzim dhe buzëqeshje, por me një triumf të brendshëm të cilin asnjë sfidë nuk mund ta shkatëronte. Një ditë që filloi me frikë, mbaroi me forcë, dashuri dhe mësime të çmuara që do ta shoqëronin gjithmonë vajzën që më parë kishte frikë, por tani ishte e fortë dhe e vendosur.